Shkollat nëntëvjeçare Gjergj Kastrioti Lezhë, Mark Trokthi Kurbin, Avni Rustemi Kukës dhe Ndërmjeda në Shkodër janë 4 institucionet arsimore të cilat do përfaqësojnë Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Lezhë në finalen e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe. Ceremonia e shpalljes së 4 shkollave fituese organizuar përmes një aktiviteti në shkollën nëntëvjeçare Beslidhja në Lezhë, ku vlerësua angazhimi i nxënësve dhe mësuesve në këtë veprimtari të rëndësishme për të nxitur përdorimin e saktë të gjuhës shqipe. Rëndësia e konkursit të gjuhës shqipe pari është për promovimin e gjuhës shqipe, për përmirësimin në të folur, në të shkruar të gjuhës tonë të bukur shqipe, sepse është një simbol identitetit tonë kombëtar. Gjithashtu, konkurimi ka të bëjë me nxitjen dhe me mësimin sa më të mirë të gjuhës shqipe, pasi kemi ndikime nga gjuhët e huaja dhe po t'i vëmë re nxënësit dhe fëmijët tanë sot janë shumë të ndikuar nga gjuhët e huaja, prandaj është mirë që gjuha shqipe të promovohet me anë të aktiviteteve gjuhësore, kulturore, edhe një nga këto është edhe konkursi i gjuhës shqipe, që është viti i tretë që ky bëhet rradhazi. Shpresojmë në një finale me fitoren e një nga shkollave të Drapleshtit. Pjesë e konkurimit në edicionin e tretë konkursit të gjuhës shqipe u bën 141 shkolla dhe 1073 nxënës të 10 zyrave arsimore të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Lezhë.